Në një botë ku shpeshherë respektohet më shumë forca se sa morali, zëri i njeriu të ndershëm duket se humbet. Por e vërteta është kjo, respekti i vërtet nuk blihet, nuk detyrohet dhe as nuk fitohet me frikë. Respekti i vërtet lind nga qëndrimi yt, karakteri yt dhe mënyra se si i trajton të tjerët. Dhe mbi të gjitha, ai nis nga vetë respekti, ajo ndjesi e brendshme që nuk mund të blihet, nuk mund të kërkohet me zor dhe nuk mund të mbahet me mashtrim, është diçka që lind natyrshëm, kur një njeri qëndron i fortë përballë stuhive, është i qartë në parimet e tij dhe nuk sakrifikon vlerat vetëm për t'u pëlqyer. Por në një shoqëri ku shpesh vlerësohet pasqyra më shumë se sa thellësia, si mund ta fitosh respektin pa u shitur, pa u përkulur dhe pa e humbur veten? Pikërisht këtu nis ky udhëtim, si të fitosh respektin nga të gjithë, pa u ulur asnjëherë, mos u përkul për të marrë aprovimin e të tjerëve. Një nga gabimet më të mëdha që bëjmë në përpjekje për të fituar respektin, është vetë nënvlerësimi. Kur pranojmë të jemi ajo që nuk jemi, kur lejojmë që të na trajtojnë keq vetëm që të na pëlqejnë, nuk po fitojmë respekt, po shesim dinjitetin. Respekti nuk vjen kur bindesh verbërisht, por kur qëndron në mënyrë të qetë e të vendosur në atë që beson. Mos kërko miratimin, kërko vërtetësinë. Shumë njerëz bëjnë gabimin e parë duke kërkuar pëlqimin e të gjithëve. Por kur përpiqesh të kënaqësh të gjithë, harro kush je vërtet. Miratimi është sipërfaqësor. Vjen dhe ikën. Vërtetësia qëndron. Një njeri që është i vërtet, që flet hapur, që nuk ndryshon për të tjerët, fiton respekt pa e kërkuar. Fjalët e qeta dhe veprimet e forta krijojnë ndikim të vërtet. Njerëzit mund të harrojnë fjalët e tua, por nuk harrojnë kurrë si i bëre të ndihen. Fjalët e tua nuk kanë nevojë të jenë të larta, por të kenë peshë. Bëhu i drejt për drejt, i ndershëm dhe mbi të gjitha, koherent me veten. Vendos kufi pa kërkuar falje për këtë. Kufit nuk janë mungesë dashurie. Janë mënyra se si e ruan veten nga mungesa e respektit. Nëse nuk vendos standarde për mënyrën se si njerëzit duhet të të trajtojnë, mos u habit kur ata të sillen keq. Kush të do dhe të respekton, do e kuptoj kufirin. Kush jo, do largohet. Dhe kjo është një fitore për ty, krijo kufi të shëndetshëm. Shumë njerëz gabimisht mendojnë se të jesh i mirë do të thotë të lejosh gjithçka. Por e vërteta është ndryshe. Mirësia pa kufi sjell shfrytëzim, jo respekt. Vendos kufi me qartësi. Thuaj jo kur duhet. Dil nga situata që të dëmtojnë. Dhe mos kërko falje për këtë. Njerëzit do ta ndjejnë forcën tënde dhe do të respektojnë. Respekto të tjerët pa e ulur veten. Respekti nuk është servilizëm. Mund të jesh i sjellshëm pa qenë i dobët. Mund të jesh i ndershëm pa qenë naiv. Mund të jesh i mirë dhe sërish i pathyeshëm. Jep respekt atje ku është e merituar, por mos lejo kurrë që mirësia jote të keq përdoret. Mbaje fjalën, bëhu njeri i besueshëm. Në një botë ku fjalët janë bërë të lehta, njeriu që mban premtimet është një rrallësi që vlerësohet. Nuk ka rëndësi sa herë flet, por sa herë vepron siç ke thënë. Kur fjalët dhe veprimet përputhen, ti ndërton reputacionin e një njeriu të fortë, të besueshëm dhe të respektuar. Zgjidh të heshtësh kur të tjerët bërtasin. Respekti nuk fitohet me zë të lartë, por me qetësinë që i përballon zhurma. Kur dikush të provokon, kur situata nxehet, njeriu i fortë nuk ngrihet në panik, ai zgjedh të qëndrojë i qetë, i ftohtë, i qartë. Kjo është fuqia e vërtetë, të mos lejoj që energjia e të tjerëve të rrëzojë nga ekuilibri yt. Dhe kjo është gjithmonë e respektueshme. Vetëdisiplina është çelësi i karakterit të fortë. Njerëzit respektojnë ata që kontrollojnë emocionet, reagimet dhe nuk bien prej çdo provokimi. Një njeri që nuk rrëzohet nga një fjalë, që nuk hakmerret për çdo të keqe, që nuk shfaq dobësi për të fituar dashuri, është një njeri që frymëzon dhe fiton respekt pa fjalë. Mos harro, respekti i të tjerëve fillon kur ti e respekton veten. Nëse ti nuk e respekton kohën tënde, mendimet e tua, trupin tënd, ëndrat e tua, pse duhet ta bëjnë të tjerët? Vetë respekti nuk është ego, është mburojë. Është ajo që tregon se kush je ti dhe çfarë nuk je gati të pranosh nga askush. Zgjidh të heshtësh kur të tjerët bërtasin. Respekti nuk fitohet me zë të lartë, por me qetësinë që i përballon zhurma.
Kur dikush të provokon, kur situata nxehet, njeriu i fortë nuk ngrihet në panik, ai zgjedh të qëndrojë i qetë, i ftohtë, i qartë. Kjo është fuqia e vërtetë, të mos lejoj që energjia e të tjerëve të të rrëzojë nga ekuilibri yt. Dhe kjo është gjithmonë e respektueshme. Bëhu i drejtë, edhe kur është e vështirë, të jesh i drejtë kur është lehtë, është gjë normale. Por të qëndrosh i drejtë kur çdo gjë rreth teje të shtyn të gënjesh, të rrëshqasësh, të manipulosh, kjo është madhështi. Mos tradhto vlerat për përfitime afatshkurtra. Në fund, respekti i vërtet nuk i shkon atij që ngjitet me çdo kusht, por atij që ngjitet duke qëndruar i pastër. Mos u mbro, follo kur duhet, të jesh i respektuar nuk do të thotë të rish gjithmonë në heshtje. Ka raste kur duhet të ngrish zërin, të thuash të vërtetën, të dalësh kundër padrejtësisë, pa e ulur askënd, por pa lejuar që të shkelin mbi ty. Respekti lind kur njerëzit të shohin si dikë që di të mbrojë veten pa e thyer tjetrin. Vetëdisiplina është nderi yt i përditshëm, çdo mëngjes që ngrihesh dhe ndjek një qëllim. Çdo natë që shkon në gjumë pa u dorëzuar. Çdo vendim që merr për të mos u zhytur në negativitet. Kjo është forca që ndërton respekt, jo nga të tjerët, por nga vetja. Nëse respekton veten në gjërat e vogla, bota do të respektojë në gjërat e mëdha. Respekto të tjerët, por jo më shumë se veten. Kjo është një vijë e hollë. Të jesh i sjellshëm pa u bërë i nënshtruar. Jep respekt, sillesh me kulturë, por mos e bëj veten të vogël për të rritur dikë tjetër. Kujto, një njeri që ka respekt për veten nuk ka nevojë të ulë të tjerët. Ai frymëzon përmes mënyrës si jeton, jo përmes fjalëve që përdor. Kur mos u përpiq të jesh dikush tjetër, bota nuk ka nevojë për një version të kopjuar. Originaliteti është gjëja më e fuqishme që mund të posedosh. Dhe vetëm ata që kanë guximin të jenë vetvetja, janë ata që respektohen në fund. Mos u krahaso. Mos u mundo të dukesh ndryshe. Qëndro në atë që je dhe lejo të tjerët të mësojnë të duan për këtë. Fuqia e heshtjes, vepro në qetësi, mos e shpall çdo lëvizje. Mos kërko duartrokitje për çdo arritje. Njerëzit e vërtet veprojnë në heshtje dhe lënë që rezultatet të flasin për ta. Ata që e kanë forcën e brendshme nuk kanë nevojë ta tregojnë çdo ditë. Heshtja është shpesh arma më e fortë dhe më e respektuar. Në përfundim, respekti nuk është asgjë që kërkohet me zë, as që imponohet me forcë. Është një pasojë, një efekt anësor i qëndrimit, karakterit dhe integritetit tënd. Qëndro i palëkundur në vlerat e tua. Respektoje veten çdo ditë. Fol kur duhet, hesht kur duhet dhe mos e ul kokën për të fituar atë që meriton. Dhe do ta shohësh se respekti vjen, jo si dhuratë, por si njohje e vërtet për kush je. Ti nuk ke nevojë të bëhesh dikush tjetër për t'u respektuar. Ti ke nevojë të jesh versioni më i mirë dhe më i fortë i vetes, dhe kur kjo ndodh, njerëzit nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të respektojnë, edhe nëse nuk të pëlqejnë.